Pra shikues dashur, kompania turistike Dita, e vetëm një partner që ju më vitet për udhëtim. Afër meje kam Tinën. Po çu ka shku kjo pjesë e sezonit, më duhet vetëm sa ka filluar. Me thonë, prej fillimit të shkurtit muajit kalum që veç jena liberalizu me viza, na jemi në stop në lëvizje në për se cilin vend gati të botës. E di, kështu që unë e di, pse edhe shikues e di. Pak e shumë në përjetit tona sociale, kështu që besoj një eksperiencë shumë e mirë për gjithë ata që kanë mundësinë, edhe faktikisht na ka jep mundësia tash me udhëtu pa viza. Tina, kjo pjesa e turistike në fakt dërgoni kudo në Evropë. Përveç Stambollit, Stambol, Budapest, Vjen, Prag, në Itali, pjesën anë Verona, Milano, Venezia, Firenze. Kena kjo ka pjesa tjetër Dubrovnikun, Selanikun, Bukuresht, Sofia, Stambollin. E kështu me radhë, disa oferta janë edhe ka Shqipëria, më stiloj monash edhe ata, se po ankuan paka shumë që veç na keni lënë monash për liberalizimit e këndej. Kështu që në qatë problem lëvizje çdo herë. A jem 30 në Stamboll, kështu që e keni bërë kjo pjesë si ofertës. Zakonisht do të thoni e bëni si ofertë mbrana muajit, a e keni çdo muaj? Jo, çdo javë. Do me thonë, në Stamboll jemi çdo javë. Oferta me trinet niset realizohen çdo herë të mërkureve. Mirë, po këtë herë kemi ndërbohë pak me ndryshim për shkak të festave, pavarësia, Shën Valentin e këto kemi lidh. Çdo të mërkur është oferta me 3 net, çdo të ajtë oferta me 2 net. Do me thonë, Stamboll jena brenda javës 2 herë. Sa variant çmimi? Kam qenë me shkak edhe shikues. Praktikisht çmimet janë shumë boleçme. Ofertat me 2 net variojnë prej 79 euro, 99 euro, bëhet për preferencave që udhëtarët i përgjigjen në hotelet, normal sipas çmimit. Akomodimi po të në për hotelet që veç jemi bashkëpunim me ta që një vit veç po bo. Jam bo faktikisht shkosh. Kushte oferta me 3 net prej 120 euro më lart. Pra akomodimet i keni mundi mjavë. Me tonë akomodimi në hotel, përfshin mëngjesin, jetjen, transporti vajtje ardhje, guid profesionale gjatë gjithë udhëtimit, do me thonë, ne që ato vende që kemi me vizituar, guida profesionale që secili klient që shkon edhe e zgjedh ofertën e Stambollit, faktikisht nëse veç pak a shumë i nevojitet me diçka, gjithçka shpjegohet përmes guidës. Tina, faleminderit për të marrë kohë, se e di që jam kam presin me shku edhe une. Faleminderit. Kalon sa më mirë edhe jo. Një eksperiencë pa harrueshme, Stambollin kem që me vizitu sa herë shkoj, kështu që edhe për juve. Faleminderit, na shihemi prapë, kur të kthehemi shihemi prapë. Okej, të jemi.
Istanbulli është një qytetet më të pasura në fakt për histori, argëtim dhe kulturë të ndryshëm. Një ndër zonat më të pasura në fakt edhe më të njohura në Istanbul është Taksimi. Pikërisht tu ku jemi bashkë me ekipin tonë dhe kompaninë turistike Dita. 5 vendat më të njohura në fakt që mundesh mi vizitu tek ky vend në Taksim është Kulla e Galatës, Pazari i Madh edhe Xhamia Blu. Këto janë 4 vendet më të njohura që mund të vizitosh, kështu që ta shohim mos përshojmë edhe na shqiptar. Pra shikus dashur në Taksim, mos me taku shqiptar është e pamundshme. Kështu që prej nga të kemi? Nga Tirana. Nga Tirana kur ke arë sot? Jo, kemi pardje. Pardje. Kemi 2 ditë. Është hera e parë në Taksim? Po, për mua është hera e parë. Si po doket? Shumë mirë, më pëlqen. Këto 2 ditë, the 2 ditë, po? Të ka ra me vizitu veç Taksimin apo dhe vende tjera të larg Taksimit? Kemi vizituar atë kodrën e të dashuruarve. Sot kemi bërë xhiro me në anjen e Bosforit, lumën e Bosforit. Edhe durim dhe nesër, pas nesër do kthehemi. Domethënë pas kalon për shtypje të bukur. Po. Shqiptar ke taku? Po, kam takuar. Po, faleminderit edhe juve, kalofshi bukur. Faleminderit. Në Istanbul, përveç Taksimit, pa tjetër që duhet ta vizitojmë, edhe këto që përshihet mbrapa, Galla Tower, është një prej ndërtesave më të njohura dhe më të rëndësishme në qytetin e Istanbulit. I ka 34 kate dhe gjithsej ka një lartësi prej 180 metra. Është një prej vendeve dhe një prej zonave më të vizituara në këtë qytet. Kur është hera e fundit përveç tash që keni qenë në Istanbul? Hera e fundit kam harru, magja 30 vjet i ka. 30 vjet. Po. A e kon vet? Ja, më konë me të fijunën, s'po kujtoj vetë më shku. Edhe Mirë ko. Ja, unë është hera e parë. hera e parë. Po, po. Çu të do kësta? Mirë, përgjithësi mirë, mirë. Domon sot e ke bashkëshort, e ke gru të fejumen, ku ke qenë para 30 vjetë. Bravo ja qëllove. Qasho është. Ku ka qenë takimi që keni orë këtu, e keni vizitu që të kujni taku para 30 vjetë, ose jo Po, taku kur keni orë? E në kabale qarqi kem, mi po, a kanë bo në ndërima në isana. Është i njëjta? Pafërsisht i njëjtë. Shumë aj mirë, tash. E ke përvallë bashkëshortin. Çka I kishe thonë që si ke thonë kur? Shka I kisha thonë? Po. Një puthje. Ja për ditë, po këto ekstra ko. Të dashuruar. Sa vite jeni? Që 30 vite jemi bashk. Unë pas harru, po që gruaja pas ka majtë madhë, se bukur më të jemi. Çush është me mbajt dashnin? Çka dashnia për juve këto 30 vite? Çka ke mësuar prej dashnisë? Kretë mirat I kom mësu prej partnerit jam. Do më thonë, edhe jam me kënaqur që të shpresoj që deri në vdekje kena mu kom bashk.
Çka duhet brenda dashurisë një lidhjes? E duhet respekti? Sinceriteti, dashnia, domethënë çka janë këto respekti, më kon real në jetë, edhe gjithçka ka më kon në rregull. Po normal mi pas rrugën me dal me shetit, edhe këto janë. Aja absolut, po këto dyja janë kryesore realisht. Respekti edhe dashnia. Realitetin, ku tjera gjithmonë ki me kalu mirë. Se kjo fundit realisht nëse flasim të puna e rrogës ose paras. Apo i pat qef që e di, nëse flasim të puna e paras, realisht dashnia nuk mbahet aty. Ato thjesht shkon deri tek ndarja. Absolut, porja nuk është kur gjë. Dashnia është mbi gjitha. Kështu që faleminderit zoti, faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju. Shumë faleminderit. Pra shikues dashur, jemi tek Xhamia Sultan Ahmetit apo ndryshe si njihet si Xhamia Blu për shkak të ngjyrave të dritareve dhe dekorimeve që janë të brendshme. Kjo xhami është ndërtuar në kohën e Sultan Ahmetit në vitin 1966 dhe ka zgjatur diku 7 vite për të ndërtuar. Vlera e kësaj xhamie ka kushtuar në atë kohë 10 deri në 15 milion euro dhe është një ndër xhamitë më të vizituara në Istanbul dhe në botën islame. Në këtë xhami mund të falen diku përmi 10.000 besimtarë. O pjesa e anijeve, ku realisht ja vlen me vizitu këtë pjesë dhe me hyp në anije. Një bilet kushton për person 15 euro, 10 deri në 15, një orë maksimumi, kështu që ja vlen, sidomos verës, ja vlen me qenë pjesë edhe me shiju pjesën e anijes. Prej ditës parë, që sot, që shke kalu? Super, vallaj, s'kam asë një ankesë, shumë bukur u konë. Është era 2 që po vinë në Istanbul, ama që kjo eksperiencë shumë anija o era parë, po më pëlqen jena të knaqen shumë, e qështu. Alen,
Ka pru bashkëshort, ja e ke pru ti bashkëshort. Edhe unë e kom pru bashkëshortën, për 14 shkort. Nga bo surprizë. Është tira parë në Istanbul. Po, është tira parë që vi Istanbul. Unë jam shumë i kënaqur me gjitha, edhe me vizita, edhe me shumë i kënaqur. Edhe me shoqni në autobus? Jashtëzakonisht shoqnia nivel, shumë nivel, shumë nivel. Respekt për gjithë. Apo ja vlej ka në fakt me ardhë me autobus, në fakt me boni vashëtitje të vizitore, ja vlen me autobus, që na e mësu pak me aeroplan. Ja vlen me autobus, se çdo gjë është në rregull, është mënyrë të organizuar, edhe kështu që ja vlen. Do të thotë nuk ki nevoj me hub kohë mas vende, kështu që organizimi o nivel, jem shumë i kënaqur me organizim, edhe nuk është hera parë, edhe në Kroaci më konë me këtë agencion Bud, në Katar, në Dubrovnik e këtove, me 8 agencion, urqen pjesë të Kroacisë edhe Malit Zi, me agencionin Dita. Shpo do këtë ke pjesa e anijës? Shumë mirë. Shumë. Qka i kështë dhonë bashkëshortit? Që ku e ki hera rastin? Bënja një pyetje. Që se ke dhonë gurë? Ja. Po të mësu të. Po një pyetje kështu, sa je e kënaqshme me jetën tonë bashkëshortore? Konkretisht me burë. A ki naj vrejtje ose naj shema, naj diçka? Edhe herë nëse kisha këtu jetën prej fillimi, nuk kisha zgjedh tjetër jetë përveç këto që e kam. A të regon një historinë, në fakt, një historinë që shini takuar, është shkurt? Që historia është vitën 96, në atë kohë ju më këthy prej Zvicër, kam jetu një 6 vjetë në Zvicër, do që unë me presion jam inxhinier i diplomum, kjo punon në Institut Patologjisë, kështu që e kena pas një dërmjetësus, një lëjmësisi që e tojnë, edhe ato për ato kanë dinë gjitha. Do të thotë për ati momenti tjera bashkë. Super, për nga pëlqen vendi shumë, është hera e parë për neve, si eksperiencë. E dyta? Për këta është e dyta, për neve është e para, për nga pëlqen shumë. Hera e dytë për ty? Kur jam konë për herë parë, jam konë shumë e vogël, edhe jam konë në Antali, kështu që në Istanbul është hera e parë edhe për më pëlqen tepër shumë. Se edhe mami jam u rrit në Istanbul, kështu që eksperiencë halo më e mirë kur pedi që shumica e familjes më kanë rrit këto. Për mu është hera e parë, është diçka kalon bresa ti për të moja dhe shpresoj që këna me vizitu prapë. Falenderojmë mas pare kompanin Dita që e ka bu këtë ofertë edhe na ka pru bashk. Jena tu kalu shumë mirë me ta, është një kompani shumë e mirë, shumë e respektueshme, shumë falenderit. Destinacioni i radhës në fakt është Pierre Loti, ofron një pamje mahnitse realisht në Istanbul. Është një prej destinacioneve të vizituara në fakt në Istanbul.
Pra shikues dashur, në këtë lagje gjendemi në Ortakoj, është një ndër lagjet më të njohura të Istanbulit dhe po ashtu ka vizitorë të shumë. Është xhamia siç po shihet këtu, xhamia më e famshme në këtë lagje. Kjo lagje ofron pamje fantastike të bukurisë natyrore dhe po ashtu atyre historike. E veçanta elementet kryesore janë dyqanet që ofrojnë, dyqanet e vogla në këtë pjesë të Ortakojit dhe po ashtu restorante të ndryshme. Kështu që ja vlen të vizitohet edhe ky vend. Pra shikues dashur, 3 ditë në Istanbul. Jemi kënaq. E pat fillimin edhe jemi ardhur tek fundi jemi në Prishtinë te xhamia Llapit, është kompania turistike Dita, kështu që ade normal shkojmë e vizitojmë pronarin Denisin. Istanbul që keni po edhe vetë në akun 300 veta, këtë gjeni ka bloku i madh, edhe normal që kur janë 300 veta, janë do procedura që nuk mundesh me ju, domethënë nuk mundesh me përshpejtu. Kena prit pak kufe për shembull kur jem 300 veta, ku mos ka për shembull momente kur janë disa gjëra që nashta nuk shkojnë bashkë 100% qysh e kena para pona, apo nuk janë dorën tonë. Apo kupton qysh që nën kufe nuk punojnë. Kufe të vënën edhe si çka më bu. Mirë po më marrë që prej 300 veta që jem ku për minut e 5% një kund të kënaqur krejt, për shkak që gjithë kam qenë dikush në autobus që ashta është temperatura konstante 23-24, si se le autobusin ka ato të më konë po dhe ose dikojnë i vjen zhek, dikojnë aftër, dikojnë avdin. Po më mërmenja që u kun gëgja, nësa keni mund me po dhe ju, u kun gëgja një farë organizimi i perfekte. Këto kanë bo dhe publiku realisht. Djarë që shkon kjo procedura për me artë kompania turistike, me dash me shku në Istanbul, ose në Paris, ose në Francë, keni... Fillimisht, kisha desh me tregu qysh e bujna në një fel gote. Maspori për me bu një fel gote, si staf jena dikon rreth 2 persona na që jena kryesorët menaxherat, janë persona që punojnë zyre, edhe janë 3 shofera kryesorë që vinë zakonisht në fetat e para që nisëm. Fillimisht kena me shku vetna me vizitu vendin, mi po hotelet, me bu agjentën, me këqyr përafërsisht për sa mundesh me mrit me një vend, so ku ka të lirë për me nxon një ditë një agent. Ju veç me bu me qitë një agenda dhe kur shkojsh atja më nësh asë më nësh me mëri. Masa ne e bujna gjithë s'kan detoje dhe pësujna në rrjetet sociale tu në Facebook dhe Instagram ku më ne me na përcjell kompania turistike Dita. Masa ne për me rezervu klientat këtë që ju dohet është mi dërgu emrat, numër kontaktues, vendit prej ku kanë me udhëtu, pagesat mund mi bu mes bankës ose me orë direkt në agjencën, nuk është diçka e komplikuar. Do më që ke bura edhe, se na shqiptarët e pagesat, pagesat mund bëhen domon edhe kur të vim këtu. Në pjesën europiane, zakonisht na i rezervojnë hotelat më herë dhe në momentin që e rezervon për shembull te dhe me konfirmu që po të marrë për shembull për Itali, në qatë moment është me abu pagesën hotelit, mujna me prit për shembull, mujna me tregu një 24 orë ose 48 orë më herët me ta marrë qatë dhëmë të rezervume. Mirë po dësh marrë me bu pagesën e hotelit para prakesh, para se marrë, për shembull për ofertat për euro që janë. Për Istanbul për këtu normal e kena një farë kolegialiteti se na jem pak këta të shqiptarë. Edhe do më thonë e kena pak një farë lirije mujna me thonë avdena ashtu në bashkëpunim që mujna dhe mi përfundu pagesën në përbërë. Një pyetje, në momentin që dojnë do më për me arë në Istanbul, ju keni çfarë do lloj hoteli për me arë me... Përveç që kena shumë lëshmëri të oferta, kena për shembull 2 net dhe 3 net në Istanbul. Niset do më thonë mërkurën mbrëmje dhe në tajtën mbrëmje për ofertën do më thonë që kur niset mërkurën mbrëmje me mbri tajtën mëngjes, miro me shfrytzu atina do më thonë 3 net edhe 4 ditë plota. Kur niset do më thonë tajtën mbrëmje me mbri tajtën premtën mëngjes, miro 2 net dhe 3 ditë plota me shfrytzu. Përveç do më thonë që e ka mundësin
sa po dërë me nejt, e ko mundësi për 3 hotele atje. E ki për shembull 3 yje në qendër taksimit, 4 yje në qendër taksimit dhe 5 yje që është 15 minuta ofër taksimit. Edhe jena vetëm një kompani e cila mundna me bu akomodim 200-300 persona në qendër taksimit. Nuk po asnjë kompani domethënë jo vetëm prej Kosovës, por edhe kompani të mëdha evropiane që bujnë domethënë që merren që 100 vjet me turizëm, nuk mund me bujnë ashtu 200-300 persona akomodim në qendër të taksimit. Për shkak që përveç që janë hotelat shumë të vogël, në qendër taksimit janë edhe shumë të shtrejtë. Kështu që na kanë arrit me gjeti farmesi, me mund t'i bëjë edhe ekonomike, ofertat, edhe kulturore, po edhe domethënë mi bën qendër taksimit që mos më ro, kur shkojnë atje 2 orë me muajnë me taksi ose avlën domethënë janë në qendër taksimit. Sa variant çmimi, Denis, për ma shembull javën tjetër që kanë qef me shoqni për 3 ditë në Stamboll. Sa ka varju në fakt që kjo pjesa ku kemi qenë na 3 ditë, që me ditë që nuk është edhe shtret. Absolutisht që nuk është i shtret. Për shembull 2 natë 3 ditë, oferta fillon prej 70 euro që është ofertë ekonomike në hotel me 3 yje. Çfarë 70 euro përfshihet transporti me autobus, përfshihet vizitat Kapalli Çarshi, Hagia Sofia, Xhamia Sultan Ahmetit, domethënë shëtitja me anije tani domethënë është ekstra pagesë, teleferiku është ekstra pagesë, mirë po ato janë sene që i paguhet ana, domethënë nuk janë sene që mundna mi buna prej pagesës që morëm këtu në Kosovë. Po me 70 euro domethënë përfshihen çdo vizita, përfshihet fjetja në hotel për 2 natë, përfshihet mëngjesi domethënë 2 herë, domethënë 2 mëngjesa në hotel, edhe përfshihet një darkë me pamje prej Bosforusit që jeni ku në dhe vetë sa më një dorë, nuk është hongër pa 15 euro mas popti. Një dorë, 2 mëngjesa, transporti, gjitha vizitat, këtë janë domethënë me 79 euro. Kjo është oferta ekonomike. Asnjë është oferta 99 euro që është ofertë mesatare. Është hotel me 4 yje, me pishinë, brendshme, ka edhe spa. Spaja është jo vetëm tena, po domethënë gjithmonë në Stamboll, nëse të më shfrytzu. Spanë kemi pagu 6 euro ekstra pagesë për shkak të kapuçeve, për shkak të higjienës që kanë do rregulla. Secili hotel në Stamboll jo që e kena bu na këto. Edhe domethënë 99 euro e kemi me pishinë, me 4 yje hotelin e kemi pamje prej ngushticës Bosforusit, prej urës Bosforusit, është domethënë pamje e filmave. Shkurtërisht e babëden, edhe me 99 euro është domethënë shumë domethënë që është ofertë mirë për ata që dojnë, edhe me shoqni, edhe me bashkëshortë, edhe me familje, kjo është më e bukur. Djarë, përveç Stambollit, kompania turistike Dita përveç autobusave kanë edhe linja me punën e aeroplanave në fakt. Me aeroplana zakonisht i kena oferta 2 natë dhe 3 natë, cilat i bujna paguajt. Janë individuale, paketa individuale, kena në shumë vende ndryshme, Rom, Paris, Barcelonë, Madrid, apo shumë vende që klientat kanë kërkesë, apo kryesisht ato që kena fokusin të. Edhe sa variant çmimi? Atë dëgjëm, këtu janë domethënë këtu janë ofertat që janë aktive për momentin, për shembull. Zakonisht këtu ofertat për Itali që rutime pak më gjata, normal që edhe kosto atë pak më shtrejt, nuk mund me 70 euro, për shembull në 2 në Milanon, për shkak që nuk i shansa të rike me gjetë hotel me shurgjeja pra në Stamboll, me në Itali, në Milano. Mirë po dhe këtu nuk janë oferta shtrejta, fillojnë për 220 euro çmimi startus domethënë, 195 euro bord, dallon shumë edhe prej sezonit, bordet prej sezonit. Për shembull, janori, shkurti, marsi është sezon më i vdekun, po flas për turizmin në për Itali, përveç Italisë dhe Stambollit në këtë botë, domethënë janori, shkurti, marsi janë pjesë që më pak vizitojnë njerëz dhe çmimet janë shumë atira, fillojnë ashtu për 195 euro, por ose që fillojnë për 185, por ose ndryshme. Mirë, po edhe këtu oferta na kujdesim gjithmonë që kur shkojnë atje, pasagjerët shpenzimet mi pas minimale. Ata domethënë kanë me pas mëngjesin e përfshim, kanë me pas vizitat e përfshime, domethënë kthimin në hotel prej hotelit ku të shkojnë, domethënë Verona, Venecia, Milano, për shkak që këto 3 qytete vizitohen me ofertën e Italisë. Çka ka me bujt gojle domethënë pasagjerë ka me pas vesh një dorë, me një drejk nëse po zakonisht vesh një dorë, edhe atu domethënë ka me kon gjithë një guid profesional që i shoqëron me veti,
Të thonë qëllimi krejt që në ofertave është me konë sa ma kulturore. Në secila prej që ofertave na i kena dhe me thonë konsum, ka një bujt profesionalist që e din ku ka mi qu, qka ka me bo, qka kote që ka me spjegu dhe me thonë për krejt ata që në të interesum, qka e të vizitu që ato, qka kote që e monument, qka ka me vizitu masanej ma herë, dhe me thonë krejt ka më përkujdesh një bujt që është profesionalisht i licencum për që ato vende. Ku me gjetë? Punë. Ku me gjetë? Vetur. Ku me gjetë? Bilet. Ku me gjetë? Banez. J.P.K.